Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të jap urdhër thirrjen ish-kryeministrit Sali Berisha për të pyetur si deklarues në kuadër të hetimeve për ngjarjen e 21 janarit, duke shfrytzuar paraqitjen e tij për dosjen Partizani. Burimet zyrtare bëjnë me dije se Berisha është ftuar që të paraqitet këtë të premte në orën 10. Sikur t'isha thirr 10 herë do kisha shkuar. Nuk jam thirr asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. SPAK kishte dërguar më parë njoftime përmes postës në 3 adresa të ndryshme të Berishës, por zarfet u kthyen mbrapsht. Ish-kryeministri ka dhënë shpjegime për mospranimin e tyre, duke krijuar një situatë të ndërlikuar komunikimi mes tij dhe institucionit. Ka një adresë, apartamenti im ka një derë, ka një hyrje, ka një adresë, dhe çdo gjë që ka ardhur aty është firmos, është pranuar. Kjo është një. E dyta, kam një zyrë si kryetari i Partisë Demokratike. Në qoftë se nokush për sjell njoftim pa emër, po shkruan aty Partisë Demokratike, sigurisht ajo nuk është. Unë nuk po them atë çfarë kanë thënë zyrtarët e Partisë Demokratike, se unë s'kam pa asgjë. Tani, këto njerë, asgjë s'kam pa. Po të kisha pa, unë vi këtu çdo 2 javë, pse nuk do vija? Mësohet se pas paraqitjes së tij për dosjen Partizan, Berisha ka firmosur ftesën, ndërsa avokati i tij është parë duke hyrë në ambientet e SPAK-ut. Arsyeja e saktë e hyrjes së avokatit nuk është bërë publike. Ky zhvillim vjen ndërsa Berisha ka kritikuar jo vetëm strukturat e SPAK-ut, por edhe ish prokurorin e përgjithshme Ina Rama, duke e përfshirë atë në listën e kritikave për menaxhimin e çështjeve të tij. Hetimet për dosjen e 21 janarit janë pjesë e proceseve të vazhdueshme të SPAK për ngjarjet e vitit 2011, ndërsa çdo zhvillim i mëtejshëm pritet të ndikojë në ritmin dhe datat e thirrjes për deklarime.